Ndryshe nga shumë banorë të tjerë që jetojnë në fshatra, familja Mani nga fshati Pjek i njësisë administrative Melan në bashkinë Dibër nuk ka emigruar asnjë pjesëtar i saj. Kryefamiljari Atli Mani thotë se gjithë familja e tij është përkushtuar bujqësisë, ku merret me kultura të ndryshme. Por këtë vit shpenzimet janë rritur për shkak të rritjes së çmimeve. Familja Mani ka marrë me 10 hektar tokë me qera pasi zotron 12 kre lopë. Ata kanë kultivuar drithëra që nga Gruri, Thekra e deri tek Misri. Por kryefamiljari Atli Mani shprehet se po dëmtohen rënd nga rritja e çmimeve të plerave kimike që u nevojiten patjetër bimbe. Shpenzimi të larta. I fuesim ure 90.000 lekë kuintalin. Ure blu. Shpenzimi është shumë të larta. Dhe nuk ja vlen ta punesh me këta lloj shpenzimesh që është. Kemi ndim nga shteti, po i qenë shumë gjatë asociacionit, i qenë shumë gjatë i qenë këta. Gërken ka 40 dilim, të ketë një presion të ketë, por të na ndihmë shteti. Do të jetë 10 dilim me poshtë, jo 30 dilim. Unë kam unë, se kam toka me qira, shumë kam unë, shumë kam. Dhe këtu, të një maton, dhe Grunin, Thekën, Misër, Jonxha, kam blegëri, kam 12 lopë këshpia, viqa i lopë 12. Jo, s'kam qenë në migrim, unë punoj këtune, punoj tokën time punoj unë. Me gjithë fëmijët, kam 3 fëmijë kam, të 3 ka fëmijë zatara, komplet agregatet ka fëmijët, e në familje ime këtu të punu, po shteti du të në ndihmoje, mune qenë shumë gjetë, sa më shpejt në ndihmoje shteti. Jo, nuk ka fuqi punëtore. E në një punëtor me gjithë me ma 35.000 lekë, 20.000 lekë. 20.000 lekë, ku ta vlen të mash punëtori këto? Ku ta vlen të mash punëtor 20.000 lekë? Ku bam këto? E të ketë punëtor 35.000, 20.000, po e merë, po s'ka. Bujqësia nuk të le, pa, i thonë vjetër, i thonë. Nuk të bën qirak, po në pa penga nuk të le. Përveç bimëve stinore dhe mbashtimit të gjedhëve, familja Mani merret edhe me pemtari. Atli Mani shprehet se qershinë e ka shitur të gjithën, ku këtë vit ka patur një prodhim të kënaqshëm. 70 kuintal që ka prodhuar e ka shitur të gjithën, pasi kanë ardhur dhe kanë marrë në vend tregtarët nga Kosova. Kam pas të vilë qershie kam qenë me punëtor, kam pas do mesën me do gre prej Bellove, kam bëke 70 kuintal qershi. Komplet qershin e kam marrë, e kam shit ka ardhë ka marrë Kosovari. Kosovari vine me mblok Kosovari. Këshpi kam blit qershit kokë për koke. I kam shit kërët. Sot kam del ke misë që të përshisht misrin. Se kam 15 delim misër kam. Qunat po, i kam përballu për me vështërsi të mdheja. Se është qmimi naftë shumë lartë. Po qunat e mi, jëse punin tokën time, punin në përqerë, punin në Davalon, Ereber, Trep. Shumica njerëzve ka lënë tokë vëgjerë, ka Davaloni, ka Trep që ka lënë shumica tokë vëgjerë ka lënë. Po këta që e punen e në këtas, jo s'ne ka thonë subvencion në shteti. E ka që shumë gjetë s'karade. Vjetë e pravit ne ka thonë, si mjetë jo. Me gjithë vështërsitë, familja Atli Mani thotë se nuk ka ndërmend të largohet nga vendi, por kërkon më shumë mbështetje nga shteti për sektorin e bujqësisë.